barë kudo që jeni, gëzuar një qershorin dhe verë të mbarë. Sot do të bënja një pyetje. Cila fushë e jetës tënde të interesonte më tepër që të merrni kodin e dritës? Më shkruani dhe komentoni këtë post tek video dhe më ndiqni për video të tjera këtu në TikTok dhe në YouTube Flutra me Fat 333. Ju uroj një ditë të mbarë dhe gjithë mirësi. Mos harroni që ne jemi njerëz, po jemi dhe energji. Kemi një energji që mund të lidhemi me frekuencat e larta. Së shpejti mund të marrësh kodet që të interesojnë në çdo fushë, në dashuri, në bollek, në transformim, në veçërim. Cila nga këto fusha të intereson më tepër? Dhe çfarë pikërisht e ke të nevojshme tani, më shkruaj që të marrësh kodin të.